Përshëndetje miq, ky është Neni 327 i cili ju ndalon të fotografoni votën. Unë jam në studio me avokatin Altin Goxhaj për të diskutuar pikërisht për këtë. Aq më tepër i tërheqim vëmendje emigrantëve shqiptar që ndodhen në diasporë, të cilët kohët e fundit avokat shikojmë foto që qarkullojnë me fletën e votimit. Të votuar. Po. Para se ta çojmë me postë. Çfarë këshille duhet të themi për emigrantët që jetojnë jashtë që ndoshta nuk e din, nuk janë lajmëruar që ata mund të rrezikojnë burgun me këtë veprim? Unë ju falenderoj me sinqeritet juve si një media mbarkombëtare për faktin se po bëni atë që duhet bënte KQZ-ja që s'po e bën me qëllim. Pse? Ju sot sapo po i njoftoni në mënyrë masive, për shkak të audiencës madhe që ka komunikimi juaj online, që sidomos që keni një audiencë kaq të madhe diasporës, që ata nuk i kanë mbajtur në të fshetë, në panjohuri, që kodi penal thot tekstualisht, në Nenin 327, kush në një formë apo një tjetër, me fotografi, me video, me çdo lloj forme, tregon se për çka ka votuar, pra tregon fletë e votimit për ka votuar, ky njeri e ka burgun minimumi 3 muaj. Po. Deri në 3 vjet. Çfarë do të thotë minimumi 3 muaj deri në 3 vjet? Do thotë që ky ditëziu që e bëri gabimin, zbret në aeroport apo vjen në Durrës, në portën e Durrësit për qefin e vet me pushime. Do ta presi policë me pranga. Këtë s'po ja thot askush. Dhe KQZ-ja qëllimisht po e fsheh këtë fakt. Kemi 2 ditë, unë këtu kam një dokument që e kam çuar KQZ-s para 2 ditësh, në të cilën i bëjmë njoftim KQZ-s. I themi urgjentisht seancë dëgjimore që ne t'ju paraqisim pretendimet tona, por mbi tjetër duhet të njoftoni urgjentisht. Sepse keni edhe detyrën për ta bërë këtë gjë, sepse diaspora nuk e di kodin ton penal. Po. Nuk e din që po të fotografosh votën futen burg. Dhe KQZ-ja me qëllim nuk ja u thot. Që të sqarojmë, avokat, fotografimi i votës do të thot fotografimi i asaj që keni shënuar në votë, apo i ambalazhit të... Jo, kur ti vendos kryqin, ke një parti, ke një kandidat. Ai moment kur ti tregon se për këtë po voton, dhe ti e çon në WhatsApp, e çon në mënyrë të fshehtë, më kupton logjikën. Ja çon familjarit tënd që familjarit ta raportojë ke vendi i punës që të mos e heqë nga puna. Në këtë moment, të gjithë të përfshirë të histori rrezikojnë 3 vjet burg. Të gjithë, po nuk e kanë rrezikun nga 0 në 3 vjet, e kanë nga 3 muaj në 3 vjet. Pra minimumin e kanë 3 muaj sigurt burgun. Dhe atë do gjejnë Belan. Pse do gjejnë Belan? Do gjejnë Belan sepse sipas ligjit ton, krimi zgjedhor i trajton spaku. Pra nuk është thjesht se do gjej një mik e prokuroria Tiranë apo prokuroria Dibër. Jo, e kanë direkt në SPAK. Dhe ka një parim që ta dinë gjithë qytetarët. SPAK është detyruar që të ketë statistika arrestimesh. Dhe kjo si puna ruletës ruse. Është si ajo koburja që ka mullirin dhe ka vetëm një fishek. Ku ti bjerë i ra? Mendoj po vjen në Durrës ose po zbret nga Rinas me gjithë familjen. Dhe gabimisht, duke mos e ditur, për të ndihmuar një të afërm vet, një shok të vetin, një familjar të vetin, që të rinë punë, se kështu i kanë thënë këta, që na sillnin fotografitë. Në këtë moment ky se di që ka çuar foton e vet të gruas, e të fëmijëve, në këtë moment futen gjithë siç janë burg. Pra, ata vinë për pushime dhe dalin me pranga. Më kupton logjikën. Pra, kjo duhet jetë një njoftim që ata duhet ta dinë se nuk e dinë. Nuk ja u ka thënë kush. Dhe këta që nuk ja u thonë e kanë deri në 4 vjet burgun. Pra, ne kemi të bëjmë si thosh me një situatë që në këndvështrimin ton është alarmante, por KQZ-ja qëllimisht esht për këtë fakt. Ai duhet të kishte filluar urgjentisht spotet. Siç bën këto spotet, ke parasysh votohet. Gjë më rëndësishme është kujdes do bëni burgore. Duhet lajmëruar diaspora po tjetër. Dhe KQZ-ja ka 2 mënyra për ta bërë njoftimin, që duhet shfrytzuar të dyja. Një është me prezantimin publik që bën spote, njoftime etj, dhe një që ai ka çdo të dhënë të çdo kujt. Ka dhe numrin e telefonit apo të emailit. Mjafton ti çoj njoftim. Avokat, kemi parë 2 raste, të paktën deri tani ose më aq sa informacion kam unë, të kryeministrit 1 dhe të Klosit, zotit Klosi 2. Ato janë provat që kemi çuar provat. Çfarë janë këto? Ja, po ta shikojmë tani videon e Blendi Klosit. Blendi Klosi në minutën e 7, në mitingun e Ramës në Dibër, bën një deklaratë absurde që s'është bërë kurrë në 34 vjet, që janë bën zgjedhje në Shqipëri. Ai thotë: vota e parë erdhi në Dibër. Patronazhisti jon tha që kjo votë i takon Smajtës, ne. Erdhi vota e parë nga diaspora për Dibrën dhe kjo votë është e Partisë Socialiste, na e thanë patronazhistët tanë.
Pra, deri këtu s'kishim arritur, ne kishim arritur shumë forma, po një deklarim kaq i hapur publik që të bëhet për gjë nuk kemi parë. Dhe ai po i bënte thirrje, çdo kujt që të raportojë votën, se ndryshe nuk ja quajnë votën për të marrë njeriu në fytyrë në punë. Se kështu janë bërë kërcënimin dhe shantazhin. Mban mend atë formularin që ju dhan punës të administratës, na regjistroni kushërinë të afërt që keni në diasporë. Kjo është pjesë e kontrollit. Pra, na e regjistrove këtë tash duam të shohim votën e tij. Në fakt, ai që po ja kërkon rrezikon 4 vjet burg. Po ai e ka marrë guximin për katës. Këta të tjerët nuk e dinë që po rrezikojnë burgun. Kjo është ulërima që kam unë këtë histori që njerëz mblidhin mendje po i marrin qafë. Se ka dhe i problem tjetër këtu, e dikush problemi tjetër më i madh. Unë jam patronazhisti, ti je votuesi. Ti ma çon mua foton nëpërmjet familjarit tënd. Po. Unë e marr këtë dhe e ruaj. Nesër mas 1 viti, 2 vjetësh se më duhen ja 5000 euro. Këtë më japësh, jo s'kam. Po mi po e çoj në spak të foton të, se unë s'merr veç që ma ke thënë mua, se unë s'ta kam marrë ty direkt. Unë e kam marrë në vetë një personi tjetër. Dhe ti o do paguash 5000 euro do futesh në burg. Pra shantazhohen njerëzit, më kupton logjikën. Duhet të mbledhin mendjen, mos guxojnë të nxjerrin foto, video, fakte, prova. E dyta, nëse ti je në diasporë dhe të vjen dikush për të ta marrë ty zarfin, që të votojë ai për ty, se kështu po e bën një pjesë. U marrin zarfat, që të votojë këta të Partisë Socialiste, që ta dinë se për çfarë votohet. Në këtë moment ti je bër pre e një kurthi. Nesër ti futesh në burg prap se prap. Dhe ky do të shantazhojë përsëri. Pra njerëzit do të mbledhin mendjen. E treta që ndodh tilla raste. Ja kapën telefonin njërit. Ja kapën. Dhe aty dalin ja 30 foto, 40 foto me votë. Të 30 të 40 ata persona janë për burg 3 muaj deri në 3 vjet. Dhe mos ta marrin kaq lehtë, se thonë s'ka ndodhur ndër. Do ndodhi tani. Pse? Ka ndryshuar loja. Pra, koncepti është ne shqyqyr që ju kemi, që ju t'ja u thoni diasporës me fuqinë tuaj mediatike, me fuqinë tuaj, me hapësirën tuaj, t'ja thoni çdo shqiptari në diasporë, mos bëni gabim. Jeni socialist, jeni demokrat, çdo që t'jeni. Mos bëni gabim, fotografoni, filmoni votën. 3 vjet burg. Mos e bëni atë gabim. Faleminderit juve që po e thoni avokat. Po doja të kujtoja diçka që ne sot bëm kallëzimin penal. Këtu do ndalemi. Po, për Edi Ramën. Dhe për Blendi Klosin. Po, okay. Rama e ka 4 vjet burgun. Pse? Do ta lexoj pak nenin çfarë thotë për Ramën? Është neni 327, Kodi penal, krimet zgjedhore. Shkelja e fshehësisë votës. Nxitja me ose pa shpërblim, ose detyrimi i zgjedhësit për të shkelur rregullat që garantojnë fshehësinë e votimit, është paragrafi, sipas paragrafit parë të neni, për e bën vepër penale dënohet nga 1 vit deri në 4 vjet në burgim. Tani Rama çka ka bërë? Ka nxjerr videon e Blendi Klosit në minutën e 7, minutën e 10, dele pastër fare, Edi Rama e ka postuar këtë promocion. E ka inkurajuar ai që njerëzit të raportojnë tek partia me patronazhistët. Patronazhisti duhet shpall krejtësisht, si thosh, një shkeljes i ligjit, sepse ai çfarë po bën në këtë moment? Po bëhet pjesë e një krimi strukturor që këta shefat që kanë dhënë urdhër, ata po e zbatojnë, po janë të gjithë përfshirë në këtë lloj krimi. Dhe unë sot u detyrova, duke parë që s'po vepronte askush, që të çoja Ramën dhe Blendi Klosin kallëzim penal, duke sjellë këto prova, faqen e tij në Facebook, faqen e tij në Instagram, kur nxori fotografinë e diasporës duke marrë zarfat. Ai po inkurajon, po nxit deklarimin e votës. Dhe deklarimi i votës, raportimi i votës, për sa ke patronazhistët, është vepër penale. Rama e ka bërë këtë vepër penale. Ne e kemi çuar, do thotë dikush po a do e dënojnë. Nuk dim asgjë çfarë ndodh të botë më. Apo jo? Ç'ndodh nesër, ç'ndodh pas nesër. Ajo që do i kujtoj të gjithëve është që të gjitha fotografitë e të gjithë personat që guxojnë të fotografojnë votën, këta i ruajnë, i kanë dhe nesër do t'i kapin dhe do t'ju dalin juve këtë foto. Një thirrje kam për gjithë punojësit e administratës publike. Me sinqeritetin më të madh. Dhe çdo kush që punon, Të lutem te kamerat. ju lutem, mos i merrni qafë të afërmit tuaj në diasporë. Po i merrni qafë. E kuptoj që do të ruani vendin e punës dhe jeni gati të bëni çdo gjë për atë rrogë, apo keni një hall tjetër dhe ata ju kanë kërkuar këtë gjë, mos merrni qafë të afërmit të shtëpisë tuaj. Janë jetë mirë, mos harroni diçka. Sipas ligjit, ata do dalin kërkim ndërkombëtar. Ata do dalin në kërkim ndërkombëtar, do thotë ke Interpoli. Mos i merrni qafë se nuk ja u kanë borxh këtë gjë. Ju kanë ndihmuar kaq vjet, mos ja u shpërbleni me këtë hall penal që kur të vinë në aeroportin e Rinës apo në portin e Durrësit me makina për të kaluar pushimet këtë verë, ti presit ca policë me pranga. Avokat, po ndoshta edhe vetë punonësit e administratës nuk janë e djenin për rrezikun që i kanoset. Më fal, nuk e di njeri. Është faj i KQZ-s zyrtar.
KQZ refuzon ta bëj. Refuzon ta Ju ja bëj. keni kërkuar... Ky është dokumenti, unë këtë dokument e kam këtu për ju. Po. Kjo është kërkesa urgjente e 2 ditëve më parë, drejtuar KQZ-s që nuk reagon. Nuk ju ka dhënë asnjë përgjigje? Nuk reagon. Nuk reagon fare. Kjo kërkesë ka vetëm thirrje për të bërë një dërgjes me qëllim që të sugjerohet urgjentisht, të bën spote, të njoftohet diaspora, të dali KQZ thotë 3 vjet burg është rreziku. Nuk po e bëjnë, nuk reagojnë fare. I kemi çuar para një jave. Një kërkesë me të gjitha dhënat teknologjike, që çdo ekran që filmon votën në momentin që bëhet numërimi, siç është aty, siç e ka vetëm një opsion të vogël që quhet ta bësh open, që ta shohin të gjithë, ta transmeton në një platformë live që ne ti numërojmë nga shtëpia votat. Më kupton logjikën? Sepse i kanë IP gati për çdo kamerë. Nuk reagojnë fare, sikur sa kemi çuar letrën. Madje dje konstatova që na kishin fshirë gjithë dhënat e partisë tek portali i brendshëm i KQZ-s, si për të penguar kontaktet tona me ta, për të na penguar komunikimin. Më kupton logjikën? Ju kanë fshirë juve, Alan? Ju kishin fshirë dhënat dhe unë ja kam çuar letrën që ti korrigjojnë. Nëse tënde nuk i korrigjoj atë martën, kur është dita e parë e punës, unë do i çoj atyre ankesën e parë, po mbas ankesës parë unë i çoj dhe ata punojnë si për shpërblim detyre. Me thënë, çfarë nuk po bëjnë që të pengojnë këtë proces? Të pengojnë këtë transparencë. Në fakt, ju jeni bërë zëri qytetarëve shpesh herë dhe neve ju falenderojmë për këtë.